Vazhdoj me librin Agenda Magjike dhe si mendja dhe zemra, kur të dyja bashkëpunojnë, mund të realizojnë çdo gjë. Shkencarët akoma dhe çdo ditë tregojnë se fusha kuantike është një det i pakufishëm energjie dhe të gjitha rezultatet e mundshme bashkëjetojnë së bashku. Dhe kur mendja korrespondon dhe bashkëpunon me zemrën, atëre frekuenca e caktuar aktivizohet. Kështu çdo mendim korrespondon në një frekuencë. Nëse vazhdimisht ju mendoni se jeni të pamjaftueshëm, ju lëshoni frekuenca ose energji që përshtaten me përvoja negative. Në qoftë se ju mendoni pozitivisht, atëre ato ndryshojnë. Ndryshimi, përforcimi emocional, emocionet u japin fuqi mendimeve. Nëse mendimet tona shoqërohen me emocione pozitive, si gëzimi, mirënjohja, krijohet një gjyrë me fortë energjike në fushën kuantike. Si bëhet realizimi kuantik? Fusha kuantike përgjigjet ndaj këtyre frekuencave dhe energjisë dhe kështu filloni të triqni ose më mirë të përshtateni me situatat, njerëzit ose ngjarjet që përputhen me dridhjen tuaj të energjisë. Meditimi dhe ndërgjegja kuantike. Gjatë meditimit, truri zhvendoset në frekuencat më të ultra, alfa ose theta, duke lejuar mendjen e vetëdijshme të komunikojë më mirë me ndërgjegjen dhe në fushën kuantike. Qëllimi është të përjetojmë gjendjen emocionale të së ardhmes së dëshiruar, sikur të kishte ndodhur tashmë. Krijo në të tashmen dhe ti mund të ndryshosh çdo gjë.